Euroambasadori Orav e pa nevojshme iniciativa mes Partisë Demokratike Serbe dhe Rusisë. Ballkani është neutral edhe pa zona ushtarake. Të mërkurën shkupi pret emisarin Heindl Dimitriev, partitë politike të merren vesh. Universiteti Shën Kiril dhe Metodi as sot nuk gjeti qetësi, vidhet kabina për votim të fshehtë. 84 komuna në Maqedoni, 45 pa ginekolog, rritet numri i vdekjeve nga kanceri në mitër. Brukseli injoron Beogradin zyrtar, BE largon Serbin, afron Turqinë dhe Malinezi. Policia turke kontrolle edhe në Ngur, kapen 13 ndihmës të sulmuesve në aeroport. Anglisi duhet një kryeministër, Theresa May kandidate për të zëvendësuar Cameron. Euro 2016 në fazën çerek finale, sonte përballen Poloni, Portugali. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në magazinën informative 21 Live News. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Ivo Orav theksoi se nuk ka më kohë për të humbur dhe partitë nënshkruese të marrëveshjes së Përgjinës duhet të zbatojnë në tërësi këtë pakt. Ambasadoria gjermane Kristina Althauser theksoi se është detyre 4 partive që të implementohet kjo marrëveshje, ndërsa duke folur për nismën ruse dhe nënshkrimin e deklaratës me Partinë Demokratike Serbe në Maqedoni për zona neutrale ushtarake në Ballkan, Orav dhe Althauser thanë se Ballkani ashtu si edhe Evropa janë neutrale. Tuajt po kërkojnë prej klasës politike që të ecin me hapa të shpejt para, sepse shumë kohë është të humbur. Dy ambasadorë dhanë këtë porosi të njëjtën në Shkup, duke kujtuar se po punohet pak e po flitet shumë në drejtim të zbatimit të marrëveshjes së Përgjinës. Ambasadori evropian në Shkup Ivo Orav madje dha dhe shembull se si po funksionon politika në Maqedoni, ku shumë borxhtetas flasin dhe vetëm shpenzojnë kohë. Nuk mund të humbet shumë kohë. Çfarë ka ndodhur në vitin e kaluar, shumë pak gjëra janë bërë. Është ecur vetëm pak milimetra me presion të fortë ndërkombëtar, por tash me vendimin për falje, pam e u bë një hap i madh mbrapa, 1 kilometër. Tani çka duhet bërë është që të lëvizim shumë shpejt para, 1 kilometër në ditë. Ai shtoi se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke u udhëhequr bisedimet në mungesë të ndonjë institucioni vendasje të marrë këtë nismë. Ndërsa nëse duhet që të inkuadrohen faktorë të tjerë politik apo civil në këto bisedime, Orav tha se varet nga vendimi 4 partive bisedare në këto bisedime. Ambasadore gjermane në Maqedoni, Kristina Althauser, tha se liderët e 4 partive janë nënshkruese të marrëveshjes së Përgjinës dhe është e detyrë atyre që të shpejtojnë dhe të realizojnë implementimin e plotë të këtij pakti. Duke komentuar nismën ruse për nënshkrimin e deklaratës për Partitë Demokratike Serbe në Maqedoni për zona neutrale ushtarake në Ballkan, ambasadori Orav theksoi se Ballkani nuk ka nevojë të bëhet neutral, sepse Ballkani, ashtu sikur edhe Bashkimi Evropian, tashmë është neutral. Ata po e bëjnë Ballkanin neutral nga çka? Ballkani është neutral, Bashkimi Evropian është neutral. Ne nuk jemi kundër ndokujt, ne jemi për vlera europiane, të drejtat e njeriut dhe demokraci, pra ky është neutralitet. E mendimit të njëjtë ishte edhe ambasadore gjermanisë në Maqedoni Kristina Althauser. Ajo thotë se partitë e mëdha nuk janë në dieni se kush ka qenë në mos për të nënshkruar atë dokument. Këto janë vende shumë sovrane. Rruga për në Europë është afruar atyre. Pra, Maqedonia po dëshiron të bashkangjitet Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Askush nuk i detyron ato që të bashkangjiten, por është e kundërta. Deklaratën për formimin e territoreve neutrale ushtarake në Moskë e nënshkruan Partia Qeveritare Ruse, Rusia e Bashkuar me përfaqësues të partive politike në Maqedoni, Serbi, Maltësi, Bosnjë-Hercegovinë dhe Bullgari. Në deklaratën për mejtja të Rusisë së Bashkuar, thuhet se me këtë deklaratë do të thellohet bashkëpunimi ekonomik, financiar, energjetik si dhe në sfera të tjera mes vendeve nënshkruese. Rusia e Bashkuar, partia e presidentit rus Vladimir Putin reagoi kundër revolucioneve të larme në Ballkan. Sipas informacioneve të mediave rajonale, Rusia e Bashkuar sot ka ftuar partitë partnere politike në Ballkan të luftojnë kundër paraqitjes së revolucioneve shumëngjyrëshe në territorin e Jugosllavisë. Kjo parti po ashtu ka bërë thirrje që sipas përvojës ruse, edhe shtetet tjera ballkanike të përcjellen shembullin e saj dhe të luftojnë kundër paraqitjes së lëvizjeve të tilla. I dërguari gjerman i caktuar për krizën në vend, Johannes Heindl, vjen të mërkurën, ndërsa pas tij pritet të vijë dhe zëvendës sekretarja shtetërore amerikane Victoria Nuland me qëllim që katërsha politike sa më shpejt të gjejë zgjidhje për krizën politike. Sipas dhënëses Komisionit Evropian Maja Kocijancic, në takim
Në takimin e mbrëmshëm në Bruksel, Eurokomisari kanë dhe lideri VMRO TPMN-s Nikola Gurevski kanë biseduar për kthimin e vendit në rrugën euroatlantike. Regjistrimi i popullsisë, pastrimi i listave zgjedhore, infrastruktura dhe shëndetësia ishin temat për të cilët u diskutuan në pyetjet e deputetëve në kuvend. LSDM nuk kishte pranishme në seancë. Ata thonë se kuvendi në vend që të kontrolloj qeverinë i plotëson dëshirat e kreut të VMRO TPMN-s, ndërsa nga partia qeverisëse akuzuan LSDM-n se në këtë mënyrë ata po i vendosin interesat partjake para atyre të qytetarëve. Pse qytetarët e Maqedonisë të mos dinë se sa janë në numër, të kujt janë dhe me çfarë resurse disponojnë, pyeti në seancën e sotme deputetja e pavarur Solza Gërçeva. Ajo kërkoi nga kryeministri Emil Dimitriev të shpjegoj se kur në Maqedoni do të mbahet regjistrimi i popullsisë, me qëllim që siç thonë të shmangën spekulimet me numra, të cilat keq përdoren për qëllimet partijake. Zoshto, vetnash. Pse jo, me njëherë dhe jashtë procesit zgjedhor nuk filloni me përgatitje për regjistrimin e popullsisë, që të bëhemi shtet serioz. Do t'ju rikujtoj se ne duhet të transformohemi në një shoqëri civile me institucione të cilat ofrojnë ndaj qytetarëve dhe jo në institucione që marrin infuzion për nevojat e partisë. Kryeministri Emil Dimitriev, i cili për herë të parë përgjigjet në pyetjet e deputetëve, tha se vendi edhe tash është i përgatitur për regjistrimin e popullsisë, mirëpo shtoi ai për këtë nevojitet konsensus politik. Institucionet shtetërore edhe tash janë të përgatitura për këtë operacion statistikor. Megjithatë, siç çdo gjë që është e lidhur me çështje të rëndësishme politike në Republikën e Maqedonisë, edhe çështja e regjistrimit të popullsisë është pjesë e atyre çështjeve, për të cilët duhet konsensus politik. Ky konsensus është i nevojshëm me qëllim që ky operacion i madh të jetë i besueshëm dhe rezultatet të pranohen. Në anën tjetër, mohimi i tyre për ne si shtet do të ishte jo produktiv. Para fillimit të seancës, koordinatori VMRO TPMN-s Ilia Dimovski ju drejtua deputetëve të LSDM-s se mos prania e tyre në seancë për pyetje të deputetëve vërteton se interesat partijak i vendosin para atyre të qytetarëve. Целата македонска јавност беше сведок и знае дека Gjithë publiku maqedonas është dëshmitar se deputetët e LSDM-s në periudhë prej një viti e gjysmë nuk kanë qenë në punë, kurse kanë marrë rroga nga xhepi i qytetarëve. Kanë lëshuar gjithsej 10 seanca në të cilet kanë pasur mundësi të parashtrojnë mbi 300 pyetje deputetash dhe të zgjidhin mbi 300 probleme të qytetarëve. Koordinatori i grupit të deputetëve të LSDM-s Goran Sugarevski theksoi se kuvendi tani më ka kohë që ka pushuar të kryejë detyrën e tij kushtetuese për të kontrolluar pushtetin ekzekutiv. Собранието не ја контролира владата. Собранието ги исполнува желбите. Kuvendi nuk e kontrollon qeverinë. Kuvendi përmbush dëshirat e kreut të VMRO TPMN-s. Nuk mund të parashtrojmë pyetje në kushtet kur gjykata kushtetuese është aktor i matematikave të VMRO TPMN-s për blerje ditësh në pushtet. Në seancë fjalën e mori edhe Eran Fezullahu nga PDSH, i cili kritikoi ministrat e BDI-s dhe i pyeti se a ekziston ende tarifa prej 4.000-5.000 eurove për punësim të shqiptarëve, si në kohën para se të ndërrohen ministrat. Nga ministrat e pranishëm të BDI-s askush nuk dha përgjigje. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev sot u takua me liderin e Partisë të Bashkuar për Maqedoninë Ljube Boshkovskin. Në takim u bisedua për bashkëpunimin në kuadër të Frontit të Gjerë Demokratik dhe për tejkalimin e krizës politike me përmbushje të gjitha kushteve për mbajtje të zgjedhjeve ferm dhe të besueshme. Zaev i shprehu kënaqësinë e tij që përsëri e sheh Boshkovskin në liri dhe tha se rastet e munduara politike duhet të ndërpriten. Në këtë takim u reafirmua platforma për një Maqedoni demokratike, në të cilën u nënshkrua edhe Ljube Boshkovski. Ai në emër të partisë së tij dha përkrahje të plot për hapat kyç që duhet të ndërmerren dhe shtoi se gjykata kushtetuese duhet të prononcohet për kushtetueshmërinë e prokurorisë publike speciale, të ndërpritet ndjekja protestave dhe të sigurohet sundimi i plot i ligjit. Për VMRO TPMN vendimi i gjykatës së apelit për vazhdimin e arrestit shtëpiak të kryetarit të komunës së Manastirit Vladimir Taleski është vendimi i dirigjuar edhe për kundër apeleve gjyqësore të mos dorëzohet ndaj presioneve. Sipas degës së partisë në pushtet nga Manastiri, konfrontime politike bëhen gjatë zgjedhjeve dhe jo në procese gjyqësore. Në të njëjtën kohë, sot nga Partia Liberal Demokratike kërkuan që kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Taleski të jep dorëheqje.
Ministria e Punëve të Brendshme është sqaruar në lidhje me arrestimin e aktivistit të revolucionit të larëm Pavle Bogojevski. Sipas MPB-s, ai është arrestuar për shkak se ka tentuar të vendosë mbishkrim me përmbajtje fyese dhe me këtë, sipas tyre, është prishur rendi publik. Në sqarimin e tyre thuhet se sektori për punë të brendshme në Shkup më datë 19 qershor 2016 ka vepruar sipas planit të përpiluar që më herët për sigurimin e festës së ditëlindjes së 26 të Partisë VMRO-DPMN, e cila u mbajt në Muzeun e Luftës së Maqedonisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se gjatë sigurimit është prishur rendi dhe qetësia publike duke tentuar që të vendosin mbishkrim me përmbajtje fyese në anën e djathtë të Vardarit. Në Transparent shkruante vit pas viti shoqat kriminale, partia të ndahet nga Fallxhoria, Pritshi edhe Hapsane, kur festoni 10 vjet MPBO. Në Universitetin Shën Gjirili dhe Metodit gjatë ditës së sotme u mbajtën zgjedhjet studentore, por këto zgjedhje u përcollën me tensione të larta. Nga plenumi studentor theksuan se po shkelen të drejtat e studentëve dhe po falsifikojnë zgjedhjet për parlamentin studentor. Tensione të mëdha ka para votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit studentor të Universitetit Shën Gjirili dhe Metodi. Kjo situatë përshkallëzoi edhe më shumë kur në fakultetin juridik mungonte kabina e votimit të fshehtë, kurse studentët nuk kishin mundësinë që të votojnë në privatësi të plotë. Komisioni nuk është i kompletuar si dhe kutitë e votimit janë të mbështjella për të mos u parë se sa student kanë votuar, sepse nëse nuk mbushen kutitë, atëherë do të mbushen nga të tjerët. Të drejtën e votës nuk e realizoi as kryetari i parlamentit studentor të Universitetit Shën Gjirili dhe Metodi, Kiril Spirovski, i cili u ankua se kabinat e votimit të fshehtë nuk i ka sjellë në kohë komisionit zgjedhor. Unë sot tentova të votoj dhe në një mënyrë u pengova për të realizuar të drejtën time nga ana e përfaqësuesve të plenumit studentor. Ne kemi bërë kërkesë deri tek Komisioni Shtetëror Zgjedhor për të marrë paravanet, por nuk i kanë dërguar, sepse edhe unë do të doja që të respektohet fshehtësia e votimit. Pakënaqësi u shfaq edhe në momentin kur të drejtën e votës e shfrytëzoi edhe avokati popullor i studentëve Vaska Bojaxhi. Studentët e plenumit kanë krijuar tensione para votimit të saj duke u shtyrë mes veti, por nuk kanë arritur ta ndalojnë që të votojë, ndërsa më pas u zhvillua një debat i ashpër. Unë nuk jam pjesë e komisionit zgjedhor dhe nuk dua të hyj në diskutim. Dhe nëse studentja këtu afër meje mendon se janë shkelur të drejtat e studentëve, atëherë të shkruaj para shtresë. Pak para mbylljes së votimit, kutia e votimit u largua, ku sipas plenumit studentor u mor nga të rinjtë e VMRO-DPMN. Gjatë votimit sipas plenumit studentor, njerëz të organizuar që nuk kanë statusin e studentit kanë ardhur për të votuar në emër të dikujt tjetër dhe janë sjellë në mënyrë të organizuar me autobus, si dhe u janë paguar shujtat nga organizatorët e zgjedhjeve. Këtë pas ditë në drejtorinë e Katazës u arrestuan 3 të punësuar për shkak të dyshimit se kanë keq përdorur pozitën e tyre zyrtare. Aksioni u realizua nga policia financiare pas denoncimit të rastit nga kontrolli i brendshëm i Katazës. Pas kësaj, policia financiare menjëherë i ka ndërmarrë masat dhe veprimet për dokumentacionin e punës ligjore. Sipas informacioneve të para zyrtare, të punësuarit në mënyrë të paligjshme kanë përfituar paratë të cilat qytetarët është dashur t'i paguajnë në katastër. Aksioni ende është duke u zhvilluar, ndërsa do të njoftohet më detajisht vetëm pas përfundimit të tij. E sipas ligjit të fundit i sjellë në vitin 2013 për procedurë penale, përparësi jepet prokurorit publik posaçërisht në procedurën parahetimore. Me ligjin e tanishëm, avokatët janë në pozitë më të palakmueshme, meqenëse vetë avokatët nuk janë të kënaqur nga ky ligj. Sipas analizës të Komitetit të Helsinkit, avokatët më së shumti ankohen se nuk janë të informuar për dëshmitë dhe nuk kanë qasje deri tek shkresat deri në fund të hetimit të prokurorisë. Të dhënat alarmuese tregojnë se 70% e proceseve gjyqësore, të cilat janë me procedurë të përshpejtuar, procesohen pa qenë detajisht të informuar avokatët për rastin. Për këtë arsye,
Parapar një projekt i cili do të forcon palën e mbrojtjes, posaçërisht tek mbrojtja ex officio, apo me detyrë i cili opsion shfrytëzohet atëherë kur në procedurë penale i akuzuari mund të paguajë vetë avokat. Projekti është i mbështetur nga USAID dhe Ode e Avokatëve në rajon me qëllim që të forcohet mbrojtja ex officio, thot Elizabeta Givens, avokati dhe përfaqësuese e Odës së Avokatëve të Amerikës. Para 3 vjetëve ex officio mbrojtja ishte identifikuar si vërejtja kryesore në rajon. Ky projekt ka për qëllim që të forcojë mbrojtjen posaçërisht të avokatëve të cilët emërohen në rastet kur i akuzuari nuk mund të sigurojë mbrojtje vet. Sot jemi këtu në Komitetin e Helsinkit, i cili është partner kryesor për të prezantuar këtë raport dhe sugjerim, ku bashkohen shoqëria civile dhe avokatët që të zgjidhin një problem të përbashkët, siç është furnizimi i avokatëve që kryen detyrën e tyre ex officio me dëshmi dhe gjithçka që ata kanë nevojë për mbrojtje adekuate. Vojislav Stojanovski, këshilltar juridik në Komitetin e Helsinkit, theksoi se në kuadër të projektit u drejtuan tek të gjitha gjykatat themelore të Maqedonisë. Në 25 prej tyre, ku kanë trokitur, ata thonë se i kanë informuar detajisht për përfaqësimin e avokatëve në ex officio në sferën e drejtësisë penale. Ekzistojnë 4 lloje të emërtimit të avokatëve ex office. I pari është ose Oda e Avokatëve ose ndonjë bashkësi e avokatëve që ka dorëzuar listë gjykata ose gjykata thirrët në atë listë. Dhe e dyta është se ato vetë gjykatat kanë bërë lista të avokatëve dhe e treta se kërkojnë nga rrethi ku kanë lista të avokatëve, prej aty emërojnë dhe e katërta gjykatësit në marrëveshje me gojë të thërrasin ata. Ka pasur raste ku vetëm një avokat ka punuar me 26 raste që ka përfaqësuar ex office. Përndryshe ka 2 raste, kur avokatët angazhohen në ex officio, kur është mbrojtje e patjetërsueshme ose kur i akuzuari është i varfër dhe nuk mund t'i lejojë vetes avokat. Nga numri prej 970 avokatëve, 640 prej tyre kanë punuar në ex officio dhe janë angazhuar në vitin 2015, aty ku ka qenë mbrojtja e patjetërsueshme. Mirëpo asnjëri prej tyre gjatë vitit të kaluar nuk ka kryer shërbime ex officio për ndonjë të pandehur të varfër, i cili nuk kishte para për të paguar mbrojtjen që do vetë. Procesi gjyqësor lagja trimave për ngjarjet e Kumanovës të 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar vazhdoi sot në gjykatën penale. Para gjykatës dëshmuan dëshmitar të mbrojtur dhe policët që kanë marrë pjesë në aksionin armatosur. Për dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtur, gjykata mbylli seancën për publikun, ndërka seanca gjyqësore u hap për publikun pas përfundimit të dëgjimit të dëshmitarëve të mbrojtur. Paraprakisht në gjykatë janë lexuar versionet e dëshmitarëve të cilët janë vënë në seancën kryesore për lëndën lagja e trimave, njëjësisht para se të bashkohet me lëndën Rufeja për të akuzuarit për mbështetje logjistike të grupit të Kumanovës. Javën e kaluar nga Kosova është ekstraduar edhe një i akuzuar nga grupi i ashtuquajtur i Kumanovës, Sulejman Osmani. Sipas zëvendës ministrit për shoqëri informatike dhe administrata publike është e gatshme për sfidat e reja, ndërsa organizatat qytetare po ankohen se nuk janë të mjaftueshme konsultat dhe të përfshira në strategjinë e reformave në administratën publike. Qytetarët dhe kompanitë tani më nuk do t'i dërgojnë në sportele certifikatat, vërtetimet për nënshtetësi, vërtetimet nga DHP-ja, licencat dhe lejet. Me këtë reformë, qytetarët do të kursejnë kohë dhe para, ndërsa në qoftë se brenda 3 ditave, zyrtarët nuk i kërkojnë ose nuk i dorëzojnë vetë këto dokumente. Atëherë ata do të përballen me dënime për 25 eurove për lëndë. Risia që e kumtoi shoqëria informatike dhe administratë fillon nga 1 gushti. Zëvendës ministri Tim Çrmucunski tha se administrata publike është e përgatitur për projekte të reja. Si qeveri e Republikës së Maqedonisë, jemi të përgatitur të japim kontribut aktiv në këtë proces. Ky projekt është korni strategjik sipas të cilit do të ecë procesi i reformës në periudhën e ardhshme 5-vjeçare. Mes tjerash, Mucunski nënvizoi se 3 ligjet reformuese janë të një rëndësie të veçantë për zyrtarët e administratës, për të punësuarit në sektorin publik dhe për procedurën e përgjithshme administruese, si dhe për zbatimin adekuat të gjithë këtyre në periudhën vijuese. Por organizata qytetare kanë qëndrim tjetër. Miroslav Draganov nga Instituti për të Drejtat e Njerëzit deklaroi se sektori qytetar nuk është i mbështetur financiarisht nga Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Вие велите на граѓанските организации
Ju thoni organizatave qytetare, jeni merrni pjesë, jepni propozime, jepni sugjerime, e ne ndoshta do t'i implementojmë. Megjithatë nuk ju garantojmë mjete financiare, por ju rekomandojmë që nëse mundeni, gjeni buxhet nga burime të tjera financiare. Për Marja Risteskën nga Qendra për Hulumtime dhe Krijim të Politikave, administratës publike i mungon sistemi për mbikëqyrje dhe vlerësim. Nuk kemi sistem për monitorim dhe vlerësim, të cilin shpresoj se ky grup për krijimin e politikave do ta zhvilloj. Kjo mund të arrihet me mjete të ndryshme, duke filluar prej ndërtimeve të kapaciteteve për formulimin e indikatorëve monitorues deri te ndërtimi i kornizës institucionale për mbikëqyrje. Irena Ivanova nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoni rikujtoi se në raportin e progresit për Maqedoninë për këtë vit është vendosur kërkesa për strategji të re të administratës publike. Ajo që është e qartë në raportin e progresit për Maqedoninë si një nga prioritetet për vitin 2016 është miratimi një strategjie të re për administratën publike. Organizata qytetare përveç metodologjisë për vlerësimin e ligjeve dhe politikave, angazhohen edhe që qytetarët vetë të bëjnë pjesë në krijimin e politikave që kanë të bëjnë me administratën publike. Për herë të parë, pas disa viteve, Ministrja për Shoqëri Informatike dhe Administrat, Marta Tomoska, para pak kohë kumtoi se numri të punësuarve në administratën publike deri në shkurt të vitit 2016 ka qenë 127.138. Krahasuar me standardet evropiane, ky numër është disa herë më i madh nga administrata optimale, e cila do të duhej të shërbejë institucioneve shtetërore. Nëse planifikoni të kërceni para nga rryma, atëherë mundësia vetëm është që të shpenzoni me kujdes, edhe pse prej nesër do të ketë ulje të çmimit të energjisë elektrike për 0.25%, kjo do të thotë se nuk mund të kërceni para. Ky vendim i Komisionit Rregullator të Energjetikës më tepër është marrë si rishikim i kostos krahas shpenzimeve të kompanive energjetike. Që nga e premtja matësit e energjisë elektrike do të llogarisin rrymen e shpenzuar për 0.25% më lirë. Kjo i bie që në një faturë mesatare prej 2.000 denarëve do të ketë ulje të çmimit për 5 denar. Vendimi është marrë të ejtën nga Komisioni Rregullator për Energjetik, që nga një korrigu do të operoj me këto çmime për 6 muajt e ardhshëm. Dimitar Petrov, që drejton këtë trup rregullator, thotë se arsyeja e lirimit të çmimit të energjisë elektrike është zvoglimi i shpenzimeve të cilat i kanë paraqitur kompanitë energjetike. Jemi në vitin e dytë të periudhës rregulluese të çmimit, atë që e kemi parapar dhe e lam si mundësi për të pasur hapësira për të amortizuar ndikimin dhe liberalizimin e tregut, që është hapi i parë i ndryshimit të ligjit me hyrjen e kompanive të reja në tregun e lirë. Është përdorimi i faktorëve korrigjues, që nga viti i kaluar, që nuk i kemi shfrytzuar paraqitin nga të ardhurat e përgjithshme. Por lirimi i rrymës në kuotën prej 0.25% është i pamjaftueshëm për opozitën. Kështu LSDM-ja kërkon që edhe të rishikohet ky vendim. Kjo për arsye, siç thot Mitko Andreevski, që menaxhon me çështjet energjetike brenda LSDM-s, se ulja e çmimit të rrymës është në disproporcion me rritjen e vazhdueshme që ka pasur në dekadën e fundit. Me vendimin e sotëm, Komisioni Rregullator për Energjetik përsëri i mbron bizneset e 3 kompanive energjetike dhe bashkëpunëtorëve të tyre dhe lejoi që qytetarët të paguajnë rrymë të shtrenjtë. Kësaj here, për shkak të kopshteve milionshë, qendrave të skimit, sigurimeve partijake, barok fasadave dhe shumë projekteve tjera që nuk kanë të bëjnë me energjetikën. Ky është viti i dytë me radhë që ulet çmimi i energjisë elektrike për anvisëri. Në 2015, Autoriteti Rregullativ për Energjetik uli çmimin e rrymës për 0.33%. Sipas të dhënave të fundit nga Eurostat, Maqedonia ka çmimin më të lirë të energjisë elektrike në mbar Europën. Mirë, po për këto statistika ka pasur polemika, me që ekspertët e fushës ankohen se në këto të dhëna nuk është bërë krahasimi për të ardhurat në kokë banori kundrejt çmimit aktual të rrymës. Organizatat qytetare kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë të pranojë masat e propozuara për rritjen e përfshirjes grave në mbrojtjen shëndetësore ginekologjike dhe masat e programit për kontrollin e detajuar të kancerit të qafës së mitrës. Ata gjithashtu kërkojnë buxhet më të madh për parandalimin më efektiv të kësaj lloji sëmundjeje.
Në 45 komuna në Maqedoni nuk ka ordinanca me ginekolog kam, ndërkaq në 20 komuna nuk ka numër të mjaftueshëm të ginekologëve am, ankohen nga shoqata për emancipim, solidaritet dhe parazitë grave. Ставката на смъртност от карцином на гърлена матка. Numri të vdekurve nga kanceri në qafën e mitrës në Maqedoni ka shënuar rritje për 1.5% në 100.000 gra në vitin 2011, është rritur në 4.1% në vitin 2014. Në krahasim me normën e vdekjeve nga ky lloj kanceri në vendet e Bashkimit Evropian, ku ka programe mirë të organizuara për kontroll të detajuar dhe zbulimin e hershëm të kësaj sëmundjeje, përqindja është 1.2 në 100.000 gra. Darko Antić nga po e njëjta organizat ka vërretje serioze karshi autoriteteve qendrore. Kjo me që siç thot ai, rishikimi i buxhetit për këtë vit parasheh shkurtimin e fondeve për programin e zbulimit të hershëm të sëmundjeve malinje për 4 milion denar. Apelirаме до претениците кои што се U bëjmë thirrje deputetëve të cilët janë zgjedhur nga qytetarët e Maqedonisë dhe kuvendit të Republikës së Maqedonisë të mos i miratojnë propozimet për ndryshime dhe plotësimet e buxhetit për vitin 2016, derisa nuk të i kalojnë këto probleme. Gjithsesi, derisa nuk garantohet ushtrimi të drejtave themelore të qytetarëve për mbrojtje parandaluese. Organizata kërkojnë nga qeveria të pranojnë masat e propozuara dhe të rritet buxheti për kontrollin e detajuar të kancerit në qafën e mitrës dhe të ndërmerë masa ligjore me qëllim që të pamundsohen pagesat jo ligjore për shërbime ginekologjike, ndërkaq në programin për screening të parashihen edhe aktivitete për përfshirjen e grupeve të marginalizuara të grave, me theks së veçantë, gratë rome dhe ato që janë në zonat rurale. Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate për shtyp shkruan se në vazhdimsi zbaton kontrolle për zbulimin e hershëm të sëmundjeve malinje, ku bën pjesë edhe kanceri në qafën e mitrës. Për këtë ajo paraqiti edhe të dhëna, ku thotë se vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti, kontrolle të tilla të detajuara kanë kryer 7380 gra. Sonte rikthehet kampionati evropian France 2016 me ndeshjen çerek finale mes Polonisë dhe Portugalisë. Portugalia vjen në këtë ndeshje pas fitores së vështirë me Kroacinë në raundin e mëparshëm. Të dy përfaqësuesit u përballën me njëra tjetrën edhe në Evropianën e vitit 2012. Si në çdo ndeshje tjetër edhe te kjo përballje vëmendja do të jetë e përqendruar te Cristiano Ronaldo, i cili në ndeshjen me Kroacinë ishte tërësisht në hije. Ndeshja do të zhvillohet në Stade Velodrome me fillim në ora 21, ndërsa do të drejtohet nga arbitri gjerman Felix Brinch. Polonia nuk ka asnjë lojtar të suspenduar dhe as të lënduar, ndërsa për Portugalinë në dyshim janë Gomes dhe Guerreiro. Euroambasadori Orav e pa nevojshme iniciativa mes Partisë Demokratike Serbe dhe Rusisë. Ballkani është neutrale dhe pa zona ushtarake. Të mërkurën shkupi pretemisarin Heindl Dimitriev, partitë politike të merren vesh. Universiteti Shën Kiril dhe Metodi as sot nuk gjeti qetësi, vidhet kabina për votim të fshehtë. 84 komuna në Maqedoni, 45 pa ginekolog, rritet numri i vdekjeve nga kanceri në mitër. Ndosot magazinën informative 21 Live News gjatë 10 minutave në vazhdim do të mund të ndihni se si janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar të ri të lidhjes së studentëve pranë Universitetit Shën Qirilit dhe Metodit. Shikim të këndshëm.